Dhe përshëndetje, po fillojmë një intervistë në radhës në prag të ndeshjes me Teutës, ndeshja e fundit e Ignatia Teuta e 4 fazave të rregullta të abstinences superiores, e cila zhvillohet në stadiumin Niko Dovana ditën e nesërme në orën 15:30. Është një ndeshje pas një intensiteti të ngjeshur të ndeshjeve dhe së bashku me raportin për më shumë trajnerit e tolla do të Shëndetje profesor. Si e vlerësoni përmballjen me Teutën në një moment kur ata janë jashtë çdo objektivi? Është e vërtet, vjen java fundit, vjen pjesa më e vështirë, që ti gjatë gjithë kësaj kohe i munduar të marrësh vendin e parë. Kemi një skuadër përpara jashtë motivit, sepse ka siguruar po themi mbijetesën në Superligë. Mendoj që do të jetë një ndeshje po themi shumë e fokusuar ose shumë mirë përgatitur nga ana jonë. Pastaj për pjesën e kundërshtarit është në një po themi një opsion që mendoj do të vi për të luajtur një futboll sigurisht jashtë objektivave dhe shpeshherë të skuadra sigurisht ngarkojnë skuadrën tjetër. Sa ndikim ka aspekti psikologjik në një ndeshje ku për Ignatian humbja nuk është një opsion? Mendoj që ndeshja do të vlerësohet si si të gjitha ndeshjet e tjera, përgatitjet janë njësoj, sigurisht që është java e fundit dhe nuk mundet që të tolerohet po themi një hap fals, sepse në një pikë do na mjaftonte për të mbajtur vendin e parë që kemi që prej fundit janarit që e mbajmë me plot merit. Sa e rëndësishme është që skuadra të fokusohet vetëm tek loja e vet dhe të mos ndikohet nga rezultatet e tjera? Mendoj që ne nuk kemi fokusuar kurrë tek pritshmëritë e të tjerëve. Kemi bërë gjithmonë në lojën tonë, kemi qenë në fokusin e Ignatias dhe shpresojmë që edhe nesër ndodhi kjo. Në aspektin taktik, çfarë ndeshje e prisni të zhvillohet në Durrës? Mendoj që për ndryrimin të trajnerit, po nis me Teutën, ka pas një tjetër filozofi, pas një tjetër fytyrë Teuta, ka bërë një futboll atraktiv dhe mendoj që në aspektin taktik nesër, siç e kemi parë edhe këtu në Rogozhin, ka qenë një përballje po themi taktike që përfundoi 1-1 dhe nesër pritet një ndeshje e bukur po ashtu. A parashikohen ndryshime në formacion apo në skemën e lojës për këtë sfidë? Mendoj sot do të marrim një përgjigje të saktë se ç'i do të kemi të gatshëm, sepse pas 120 minutave në ndeshjen e kupës para 2 ditësh, sigurisht kemi pas ngërçet tona, por megjithatë s'mund t'jap emra derisa të filloj stërvitja. A keni mungesa të rëndësishme dhe si planifikoni t'i kompensoni ato? Atëherë mungesat që dihen është Malota edhe Ndreca, por të tjerët besoj janë më afër grupit, por siç e thash do të presë orarin stërvitor që të bëjmë takimin e radhës. Në rast të arritjeve të objektivit, çfarë do të përfaqësonte ky sukses për ju personalisht dhe për Ignatian si projekt? Jemi personalisht tek viti i tretë i projektit, sigurisht që ka ambicjet e mia, për mua shumë e rëndësishme është maratona, janë 36 javët, sigurisht që titulli është titull, bën mirë për klubin, bën mirë për mua, për të gjithë ne që përfaqësojmë Ignatian. Por po themi që në një ndeshje teke janë të gjitha gjërat brenda